Kena mundu me bo maksimumin se jemi shumë bërgjë diasporës, që thuna na mos na lash Zoti pa ta, për shkak se cili prej neve kemi ka një familjar atje. Unë e kam vllau në Amerikë, edhe nëse s'ka bëj dhe ju e keni dikon... Unë i kam krejt familjen një përëndim, dhe më unë e veç prindi kam këto. Okej, kështu që i përshëndesim krejt diasporën, edhe seriozisht do të shumë me bo për ta, adin mja u ofru qatë ndjenën e mirë, që seriozisht kur të vinë me thonë, kena kalu shumë mirë në Kosovë, kështu që që të po mëndu. Jo, shumë shpesh se me që i përmeni, shpesh dikush thot, a i shdo vit, 4 herë në vit po shihesh, prapë po mërzitesh kur po ndosh. Ndarja gjithmonë është e ftohtë me ta, sepse nuk e kini rutinë, nuk e kini kafe të mëngjesit. Shumë e vërtet. Ajo telefonata mund ta zbusim na emocionin për vete, po është thjesht një emocion shumë më i ftohtë se kafja fizike. E vërtet. Unë mendoj që veç për këta që janë për shembull në shtete më të larta që në Amerikë, Kanadë e tjerë, për këta u pak më problem se nuk mujna ma me thonë që është gurbet për Evropën. Se tash për shembull pak mërzitët, hyj pa aeroplanit, premton dilën kthehet. Adin tash edhe komunikimi me telefona, ty e thirr nanën në telefon e shën sallon aty të nejt. Adin nuk e ki moti ato si përpara. Seriozisht po të them, veç edhe që detaj më falni për kohën. Para luftës e kemi pas telefonin e shtëpisë. Edhe besoni veç na e kena pas në shtëpi në qatë lagje. Ka pas njerëz që nuk ka mujt me fol me fëmijën e vet. Ka 1 vjet. Se për me po hese hiç. Na 17 vjet. Edhe kanë fol me fëmijën e vet të na në telefon veç me janë i zanën.